Rikthehemi në pjesën e fundit të MCN Informacion, ku si çdo ditë tjetër do të flasim për sport, drejt për drejt me mua, do të jetë Andi Matraxhiu, menaxher futbolli. Andi, përshëndes. Faleminderit që je me mua. Bravo, faleminderit. Flasim pak për pragjavën e kampionatit, Spikat Vllaznia Tirana dhe Partizani Egnatia, pra le të themi ekipet të cilat janë në testet e tyre të rëndësishme. Po tani kampionati po në javën e 8 dhe do të shikoj një garë akoma më të ndezur, sepse fillimi, ndryshimet e shumta, apo të shikosh gjithë ekipet, ne mundohemi të diferencojmë në një skuadër që ruan boshtin, po pak a shumë lëvizjet janë të shumta, dhe ata që nuk bëjnë lëvizje të shumta me numër, kanë një lëvizje goxha që merr shumë peshë përsa i takon cilësisë të futbollistëve që largohen. I referohem tu në rastin konkret skuadrës Dinamos që larguar Zabërgja apo edhe sulmuesi Mandela i Todo, gjithashtu Ujka tek së bashku me Lushkën tek Egnatia, pra janë leta që përkthehen në gola. Shifrat që të kanë arritur, nuk është e lehtë. Kështu që tashmë fillon ai konturimi, një garë vërtet, ekipet kolaudohen, pam dhe Partizanin që reagoi, ndërkohë që ka dhe skuadra tjera si Elbasani që nisën shumë mirë, po tashmë ka kurba atyre, ka një rënje të lehtë, duhet parë që a do të rikthehen te fitoria apo do të vazhdojnë të thellojnë te mungesën e fitoreve në të dy ndeshjet e fundit. Dinamo, Vllaznia dhe Egnatia, a mendon se janë skuadra të cilat do të shihen në katërshen finale? Po, të tre këto skuadrat shikohen si në thonjëzat privilegjuara, por që nuk vazhdon dhe ndonjë surprizë, sepse ka dhe skuadra tjera që vinë nga pas tyre dhe mendoj që ende nuk po shohim një skuadër lokomotiv. Pak a shumë ka marrë një rrullë Vllaznia që duket pak më organizuar, me një organik më të bollshme, por që akoma nuk mund të themi cilat do jenë skuadrat lideret të këtij sezoni, sepse po shohim dhe Vorën që po bën një kampionat shumë të mirë dhe futbolli ka njohur dhe surprizat bukura të këndshme, siç mund të jetë në Vora apo në një skuadër tjetër që mund të marrë pjesë për të parë në katërshe, po ashtu nuk vazhdoi edhe Elbasani apo Teuta që po bën shumë mirë. Ndërkohë Tirana e Partizani një hap më poshtë, por me një ringritje të lehtë në javët e fundit. A mendon se do të tentojnë me agresivitet, le të themi, katërshen? Tani, dalosh ke Partizani, me të vërtet fitoria ngro skuadrën, po në aspektin po ta shohësh me syrin e ftohtë, nuk është se bëj një diferencë në lojë, një diferencë në raste, një dominim, domethënë ka pas shumë raste për Maviole dhe mendoj që skuadra e flamurtarit mund të ketë pasur drejt tek ndonjë ankesë që ka bërë, sepse ka në vështrimin tim personal kishte momente që mund të ketë gabuar edhe pse vari hyri në lojë, po mendoj që ishte një lojë episodike, por më tepër që prandaj u vendos dhe nga një autogol si ai i Trashit. Kjo është mendimi im, sa i takon pastaj Tiranës, ishte Partizani një ditë të zezë edhe u shfaq Tirana mirë, apo Tirana do të rikthehet dhe i është dash pak kohë sa të kolaudohet me gjithë lojtarët e rinj që ka ofruar, apo sa të futen dhe idetë e reja të trajnerit Bordin, sepse dim që italiani e ka marrë drejtimin në javën e 3 të kampionatit, nuk është e lehtë. Po kjo mbetet për të parë në vazhdimsinë e këtyre skuadrave të kryeqytetit që po flas. Ndërkohë Vllaznia duket se është ajo skuadra që po bën diferencën me të tjerat. Ka më shumë frym apo ka më shumë alternativë? Ka më shumë gola, një ekip më i mirë në ofensiv, sepse ka shnuar më shumë nga të gjithë 12 gola. Edhe ndiqet nga Egnatia me 7, pra ka më shumë eufori në pozitive në aspektin e lojës ofensive. Futbollistët e afruar kanë dashur pak kohë që të implementohen idetë e trajnerit Martini, sepse kemi parë futbollistë që jo direkt kanë shkëlqyer, pastaj ka dhe tjerë që
kanë qenë dhe nga sezoni i shkuar dhe paka shumë kanë rritur të bërthamër kryesore Vllaznia, por që sigurisht i duhet dhe akoma Vllaznisë dhe pak punë që na bindi që me të vërtet do të bëjë ligjin këtë sezon. Aktualisht është vendin e parë, por nuk është se Gnati është shumë pikë pas, 2 pikë nuk janë asgjë. Një javë që mund të bësh një gabim kundërshtari është aty pranë. Pra e shoh Vllaznin që e ka nisur më mirë se të tjerat, ka diçka një mash më shumë, por nuk është se garanton atë që shikojmë që do të jetë lider deri në fund të kampionatit. Pa dashur ti zbe meritat, vlerat skuadrës, po them që akoma nuk mund të themi që është një Vllaznia e vërtet, siç mund të kemi parë 3-4 sezonesh, nuk kujtohet saktësisht Vllaznia e Bërdaricit që humbi kampionatin në fund ndaj Teutës, po ishte një skuadër e plot, një skuadër që dominonte lojën, një skuadër që kishte krijuar një fizionomi dhe ishte më ndryshe. Kjo sotme është një Vllazni shumë më mirë, shumë më këndshme, por që kemi parë që ka çduar, si për shembull ndaj Dinamos në Elbasan me shifrat 3-0 mos gaboj dhe ka momente që nuk është bindëse. Për më tepër që thash edhe trajneri Martini ka qenë shumë i kujdesshëm, ka afruar atë lojtar që ai ka besuar së bashku me stafin e tij dhe gara do të jetë fort deri në fund. Ende nuk kemi një skuadër protagoniste në dominim të kampionatit. Ndërkohë të huaj pa limit në një kohë që klubet duhet promovojnë dhe produktet e tyre. Pra shohim element të huaj në fushën e lojës. Çfarë impakti jep kjo? Sa e ndihmon dhe sa i dëmton klubet e superiores? Është një temë shumë e gjerë, një temë që kërkon mbase edhe shumë energji nga ana jonë që të bëjmë një analizë shumë të thellë pse vjen diçka e tillë. Po duhet të shikoni që edhe prurjet që janë nga akademitë tona janë me pikatore. Pse? Sepse kemi abuzim nëpër akademi. Nuk ka kontroll rigoros, kontrolli është vetëm sipërfaqësor, nuk është në rrënjë që të kuptojmë tamam ku është problemi, stërvitshmëria e fëmijëve. Dhe pastaj ne kërkojmë që të kemi talente, ne por nuk fillon që nga ekipet e moshave U9 dhe U7 dhe deri tek U19 që të jemi kërkues, këmbgulës, të kemi trajner të mirë përgatitur sa i takon aspektit stërvitor, ne nuk mund të ecim përpara. Në akademitë tona mungojnë gjërat bazike, mungon një doktor, mungon një përgatitës fizik. Në Shqipëri përgatitësi fizik shikohet si diçka që e panevojshme, ndërkohë që ke trajnerë të mëdhenj botë që mbajnë stafin e tyre 3 apo 4 përgatitës fizik dhe nuk janë të çmendur. Pra, mendoj që është një temë e thellë, pse do të vinë tuaj tek ne? Sepse ne kemi problemin në revolucionin e intensitetit stërvitor tek akademitë, në kapacitetin e trajningut trajnerëve, pa dashur të ofendoj se ka dhe shumë taftë, por to janë ato fenomene që ne duhet luftojmë. Jo, të luftojmë faktin që tashmë kemi pa limit në superiore, sepse një talent që është me të vërtet talent ka mundësi, siç po shohim Voglin në radhët e Tiranës apo dikën tjetër në moshë të re, dhe ka mundësi që të shprehet, të ta gjejë hapësirën dhe pse janë pa limit tuaj. Dhe një talent që mund të konsiderohet si talent shumë mirë mund të prezantohet në skuadra më të ulta në ligë, sepse ka kohë dhe kategoria parë është një vitrinë shumë e mirë, por ne kemi edhe problem mentaliteti sa i takon faktit që një futbollist që ka pretendime nuk pranon të ikë nga kategoria e parë, kur kemi parë dhe hyje botëror që e kanë nisur nga skuadrat të vogla, jo të gjithë kanë shpërthyer në ekipet të mëdha në hapat e para të karrierës profesioniste. Ndërkohë, po shohim një kampionat që po evidenton çdo herë më shumë mungesën e golave, cilësinë e sulmuesve. Kjo vjen se ka patur më pak afrime në cilësinë në sulm, apo kjo ndodh për shkaqe financiare dhe niveli është mesatar, cilat janë arsyet? Bëj një krahasim. Ne kampionati jonë është një ashensor në zbritje, në hyrje, domethënë ata që vinë janë futbollistë që kanë zbritje në karrierë, dhe normalisht përfundojnë në Shqipëri, që të jemi realist.
dhe në dalje ne jemi një ashenësor në ngjitje, që do të thotë ai që tek ne shkëlqen dhe është ngritur pak lart, menjëherë largohet. Dhe ne na humb cilësia, se nuk është e lehtë, për shembull, që të gjesh një peropeç. Kemi kaq vite nuk po gjejmë një peropeç, po marr shembull një futbollist tuaj që ka qenë gjithmonë goloshonues në kampionatin tonë dhe nuk po e gjejmë kollaj. Ne nuk mund të gjejmë një surprizë bukur siç ishte Kaleb Bekuban tek skuadra e Partizanit, që arriti menjëherë tregoi vlerat e tij dhe të jetë dominues. Ne këto lloj mundësish nuk i kemi, sepse Kaleb Bekuban ishte një surprizë e bukur, ndërkohë që Peropeç po marr rastin e një futbollisti që qëndroi gjatë kampionatit tonë dhe ishte konstant në statistikat e golshënuesit. Pra, është e vështirë në momentin që nuk kemi mundësi dhe financa të shëndosha që të marrim futbollistë mirë paguar ose futbollistë që e rritin nivelin e tyre dhe nuk mund të mbashmë me pagesën me standardin që ne kemi. Ky është problemi, se nëse rikthehemi shumë vite përpara në kohë, ne nuk kishim këtë lloj hapësire sa i takon futbollistëve që shkëlqeshin dhe menjëherë transferoheshin jashtë. Me pikatore ishin lojtarët që shkëlqeshin kampionatin tonë dhe largoheshin jashtë. Dhe ata që iknin shkonin kampionate modeste, kurse tashmë ja hapur tregun, janë hapur rrugët. Dhe menjëherë kemi Turqinë, kemi Kroacinë, me radhë shtete që na i marrin lojtarët, e dinë që në Shqipëri janë gjithë pak kënaqur, më thonë za, domethënë pak kënaqur për nivelin e pagesës, sepse gjithkush është normale që do të preferojë maksimumin për veten e tij, sa i takon aspektit financiar. Dhe ky është problemi, domethënë shumë e lehtë që ne na i glaberojnë ato lojtarët që spikasin. Po të shkosh kampionate të forta, një spanjoll dhe ka shumë vështirë të marrë një futbollist në Kroaci. Pam që gjatë verës Interi për shembull tek Dinamo Zagreb pagoi 16 milionë euro për një mesfushor apo më shumë. Pra, duke ne vjen dhe i marrin shumë kollaj. Ky është problemi, që kemi një sot të lehtë dhe ky e dëmton cilësinë nivelin e kampionatit tonë. Tani ne duhet të besojmë më shumë tek të huajt, Andi, apo duhet të guxojmë më shumë me elementet e rinj që kemi këtu? Shiko, duhet të vjesh në pozitë edhe një president i klubi. Asnjëherë presidenti nuk ka qef që të shpenzime, sepse i huaj përveç biletave, përveç problemeve tjera, ka edhe problema akomodimin. Pra shpenzimet janë më të mëdha dhe pagesat më të mëdha. Por në mungesë të prodhimit vendas, neve detyrohemi dhe hedhim syt në tregun e huaj. Se ti je i bindur nëse ke një futbollist nga akademia, po marrin voglin si etalon momental, sepse është ai që po shkëlqen radhën e Tiranës. Nëse Tirana do kishte 5 apo 6 si vogli, nuk do kishte nevojë të merrte lojtar me shifra të shmendura nga jashtë kampionatit tonë. Ky është problemi. Andi, edhe një pyetje të fundit, Kosova në raport me Shqipërinë në futbollin superior, çfarë ofron më shumë? Ka më shumë para apo ka më shumë element vendas? Pse duhet nisë pyetja çfarë ofron më shumë? Çfarë ofron më pak do të thojë unë, sepse janë shumë më poshtë te kampionati jonë që në infrastrukturë. Domethënë stadiumet në Kosovë janë akoma në periudhat antike, po flas për nuk janë stadiume modern. Domethënë ata 1 apo 2 stadiume kanë që krenohen. Duke në stadiumet tona mund të luhet pa frikë, mund të licencohen për ndeshje europiane, qoftë moshave apo të ekipeve të para, shumica dërmuese e tyre. Pra, ata kanë mangësi tek ne, vetëm gjë që mund të kenë është avantazhi vetëm që kanë dhe nesh është ligji për sponsorizimin. Nuk do të qëndroj vetëm tek infrastruktura sa i takon stadiumeve ku luaj ndeshjet zyrtare, por edhe stërvitshmëria. Asnjë nga ne s'ka bërë një telereportazh që të kuptoj çfarë kushte stërviten gjatë dimrit kur dihet që moti është më i egër në Kosovë, çfarë kushte stërviten këto ekipe. Unë e di që përfitojnë për fusha mini futbolli, për borës, për rresheve të shumta, për ftoftit. Largohen Turqi që të shmangin të gjë, domethënë në këtë aspekt ne kemi më stabilitet sa i qëndron, sa i takon edhe motit qëndrueshëm, anës klimatike, por edhe infrastrukturave stërvitore dhe infrastrukturave në ndeshjet për stadiumet e kanë fjalën në ndeshjet zyrtare. E qartë. Andi, faleminderit që ishe në këto komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit për program bar. Mirë, ne kemi ardhur kështu edhe në fund të MCN Informacion për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen.